Kuvendi dhe qeveria e re do të formohen shpejt posa të certifikohen zgjedhjet e 28 dhjetorit, kështu thot deputeti i zgjedhur i Lëvizjes Vetvendosje, Mefail Bajqinovci. Sipas tij, certifikimi i zgjedhjeve do t'i japet rruga institucioneve të reja për, siç thot ai, domosdoshmërimin e miratimit të buxhetit për vitin 2026. Bajqinovci deklaron se vetëm pas konstituimit të kuvendit, formimit të qeverisë dhe miratimit të buxhetit, do të vijë radha e zgjedhjes së presidentit të vendit. Jam i bindur që kemi nevojë për urgjencë për shkak se kemi nevojë ta miratojmë buxhetin e Republikës së Kosovës. Janë ditët e fundit, ju e dini që vetëm edhe muaj shkurt mund të jepen pagat në të gjithë sektorin publik, 85.000 qytetarë të cilët janë në këtë sektor, andaj është urgjencë që sa më shpejt të miratohet buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2026. Ne i kemi fituar zgjedhjet dhe me një fitore shumë të thellë të paparë në historinë e Republikës së Kosovës deri më sot, kështu që kuvendi, por edhe qeveria e Kosovës i ka numrat për themelim, pra do të themelohen shumë shpejt institucionet e reja të Republikës së Kosovës, duke filluar nga trupat e kuvendit e deri tek qeveria, deklaron ai. Ani pse nuk deklarohet nëse e mbështesin Vjosa Osmanin për një mandat të dytë në krye të vendit, Bajqinovci kërkon nga partitë opozitare, siç thot ai, të kenë mirëkuptim për ta tejkaluar sfidën e zgjedhjes së presidentit dhe të mos ketë kriza të reja politike, që eventualisht mund të çojnë në zgjedhje. Faza e parë është konstituimi i kuvendit, faza e dytë është krijimi i qeverisë së Republikës së Kosovës dhe faza shumë e rëndësishme pas kësaj është miratimi i buxhetit të Kosovës, sepse është duke shkuar në kolaps. Por mendoj që kjo fazë, e cila përmendet për presidentin, është e fundit. Në mars, që përmendet data 4, apo nëse nuk gaboj 4 prill, atëherë të flasim, por po shpresoj që partitë opozitare do të reflektojnë dhe do të ketë mirëkuptim që të mos bëhet sikurse në të kaluarën. Ju e pat vetë, 11 muaj e bllokuan kuvendin e Republikës së Kosovës, por edhe krijimin e qeverisë Kurti, por edhe krijimin e qeverisë Konjufca, por edhe ashtu për zonjën Albulina Axhiu, por do të kalojmë edhe mos të kemi telashe, apo blokada apo shkuarje në zgjedhje, do ta tejkalojmë edhe këtë sfidë, thekson Bajqinovci. Duke folur për dëmtimin e procesit zgjedhor me rastin e rinumërimit të votave për kandidatët për deputet, ai thot se rinumërimi ishte dëshmi e dallavereve të votave dhe defekteve të procesit, por rastësi që procesi zgjedhor të përsëritet, unë mendoj që nuk do të duhet të jetë, për shkak se kanë qenë zgjedhje shumë demokratike, shumë fair, ka pasur defekte brenda partive politike, të cilat tashmë janë publike, por me to janë duke u marrë organet e sigurisë dhe të drejtësisë. Dhe rinumërimi ka treguar që ka defekte, por Lëvizja Vetvendosje është dhe ka qenë fuqishëm kundër që të ketë ndonjë manipulim ose diçka tjetër. Për çdo gjë janë organet e drejtësisë, të cilat duhet të merren deri në fund me këtë çështje. Për çështjen se a duhet zgjedhje të reja, ato janë vetëm supozime sepse zgjedhjet kanë qenë shumë demokratike, shton Bajqinovci.